Sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel dha urdhër për një rishikim të praktikave të sigurisë në të gjitha objektet amerikane të mbrojtjes kudo në botë. Urdhri vjen pas incidentit të sahanës në Washington, ku mbetën 13 të vrarë. Kompania Starbucks tha se armët e zjarrit nuk janë më të mirëpritura në kafenet e saj në cilin do vend të botës. Komentet i bëri kreu i kompanisë në një letër të hapur. Presidenti Obama u kërkoi udhëheqësve amerikanë të biznesit të ndihmojnë për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me shpenzimet dhe borxhin e vendit. Presidenti u takua të mërkurën me tryezën e rrumbullak të biznesit në Washington. Avioni më i ri i udhëtarëve, prodhim i firmës Boeing, kreu me sukses provën e parë të fluturimit. Avioni 787-9 është 6 metra më i gjatë se pararësi i tij dhe mban deri në 250 udhëtarë.